Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri po përjeton një transformim të thellë në vitin 2025, duke të rreshur vëmendjen e shqiptarëve të diasporës që kërkojnë të investojnë atje. Me rritjen e çmimeve, zhvillimet infrastrukturore dhe interesimin në rritje nga investitorët e huaj, vendimi për të blerë një pronë kërkon një analizë të kujdesshme. Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri gjatë vitit 2025, këtë vit, çmimi i pasurive të paluajtshme në Shqipëri ka shënuar një rritje të ndjeshme. Në Tiranë, çmimet e apartamenteve të reja variojnë nga 2.300 deri në 2.700 euro për metër katror, ndërsa në zonat më të shtrenjta si bloku, çmimet arrin deri në 5.000 euro metri katror. Në tregun sekondar, apartamentet rreth 10 vjeçare shiten nga 1.500 euro metri katror. Në zonat bregdetare si Vlorë dhe Sarandë, çmimet kanë arritur deri në 3.500 euro metri katror, veçanërisht në zona turistike si Lungomare në Vlorë dhe Palas. Kjo rritje është ndikuar nga kërkesa e lartë e investitorëve të huaj dhe shqiptarëve të diasporës. Faktorët që ndikojnë në rritjen e çmimeve. Rritja e çmimeve të pasurive të paluajtshme në Shqipëri është ndikuar nga disa faktorë. Investimet e huaja. Në vitin 2024, investimet e huaja direkte në sektorin e pasurive të paluajtshme arritën në 1.1 miliard euro, me 27% të pronave të blera nga të huajt, kryesisht nga vendet e Bashkimit Evropian. Zhvillimet e infrastrukturore. Projekte si ndërtimi i aeroportit të ri në Vlorë dhe përmirësimi i rrugëve kanë rritur vlerën e pronave në zonat përkatëse. Turizmi në rritje. Rritja e numrit të turistëve dhe interesimi për zonat bregdetare kanë ndikuar në rritjen e kërkesës për prona në këto zona. Por, a ja vlen të blesh një shtëpi në Shqipëri si emigrant? Për shqiptarët e diasporës, vlerja e një prane në Shqipëri mund të jetë një investim i mirë, nëse kërkojnë një vend për pushime ose për të kthyer në të ardhmen. Prona në zonat bregdetare ose në qytete si Tirana mund të jetë një vend i përshtatshëm për pushime ose për të vendosur në të ardhmen. Shënoni të përfitoni nga qirata fatshkurtra. Në zona turistike, qirata fatshkurtra mund të sjellin të ardhurat të mira, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Dëshironi të investoni në një treg në rritje, me rritjen e çmimeve dhe zhvillimin e vazhdueshëm. Investimi në pasuri të paluajtshme në Shqipëri mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Megjithatë, është e rëndësishme të merren parasysh edhe disa rreziqe. Stabiliteti i tregut. Ndryshimet në tregun e pasurive të paluajtshme mund të ndikojnë në vlerën e pronës tuaj. Rregullore dhe ligjet. Ndryshimet në ligjet dhe rregullore mund të ndikojnë në të drejtat dhe detyrimet tuaja si pronar. Kostoja e mirëmbajtjes. Pronat të caktuara mund të kërkojnë mirëmbajtje të rregullt, e cila mund të jetë e kushtueshme. Si përfundim, investimi në pasuri të paluajtshme në Shqipëri në vitin 2025 mund të jetë një mundësi e mirë për shqiptarët e diasporës, veçanërisht në zona me potencial të lartë si Tirana, Vlora apo Saranda. Megjithatë, është e rëndësishme të bëhet një analizë e kujdesshme e tregut dhe të merret parasysh të gjitha rreziqet përpara se të merret një vendim investimi.